Vazhdo në mban shtëpinë tënde, nuk rritë vajtë. Ja, do shkësh. Ku ka si shtëpia jote? Ja, pa, duhet të mbaj qenë dhe në burrin tim. Kam respekt për burrin tim. Bravo, sa vite ka që ka ndruar jetë burri? 8 vjetë ka që ka ndruar dhe ju betom, këto 8 vjetë unë jam me vdekur, nuk jam me gjatë. Mjera fejmë që nuk din të ndroj burrin e vetë, të maj mje burrin e vetë. Mi po fejmë sot, se të ditë të gjënë të bo. Se mojnë dhe shtë gjënë. Këtë telefoni, unë e këmë e më dashnori. Politika shqiptare në Shqipëri është zero. Zotë morë të hakë ta. 20 ditë e punë me dy, dojë pensioni 160 lek. A bitë me qakore këtë. 20 vite punë? Miq, jemi me Nëna Lulen. Nëna Lule është një shpirt bardh, mbretëresh dhe gojë art me ato që thot. Cili është ka një mesazh shumë të mirë për gjithë rinin shqiptare dhe jo vetëm. Ku po shkon rinia shqiptare? Se ku po shkon e dina i vetë. Rinia di vetë se ku po shkon. Ku son i këshillu këte. Po të mendosh nga ke ardhur dhe ku do shkosh, janë dy vende, dhe kur vjen ti nuk di se ku ka ardhur një herë. Kur vjen në fillim fare nuk di ku ka ardhur. Jo, derisa bosh 6-7 vjeç që shkon shkollë, se ne atëherë s'kish mas radio, televizion, ose se në kështë dishja. Kur shkishëm klasë parë, ne atëherë kuptojshëm që kur shëm e më të mësim, në mësojshme. Edhe këte këshim me shumë kënaqësi, mësimin atë kur na i të mësusja, kur na mësojtë me shkujtë, me boja mësusja. E një thosh, sa që më të mësu una. Kupta? Atëherë dishim problem, se dishim që përpara, të nuk këtë bëjtë me bajtë, me gurë, me rasa, që së bëjshim, me shkopa, në s'kishë ma zjo atëherë. Qa vite bëjtë fjallë? O, po flasë 26, 28, për ju shtetë? Po, atë ishë kalem, ishë bëhë shtetë, 24, po, neve nuk kishëm se asë dritë s'kishëm me qiri, me kanilë. Si të ishim ne me kanilë. Këpëta, edhe di, po kur shku për shkollë dhe unë u duk vete, sa mirë, lumëturie madhe. Kurse këte kanë gjitha konditat të të rritë sa qëmë. Dhe nuk din të qërdojnë ashtu si duhet. Dhe nuk din të falenderojnë ashtu si duhet. Qoftë prindët e vetë të falenderojnë shumë, qoftë dhe zotë, krijuesin e gjithësisë të falenderojnë shumë. Mësën dhe edukatër fetare. Që fejnë të doj? E di vetej. Ortodoxe, katolike, musliman, e di vetë, se cilë di vetë, di përlojë zotët vetë. Për zdo jo. Për ndaj të është njëtë të bëhen besimtarët mje, që që kombion të përparoj në mënyrë më të përkrye. Si po duket rinia e sotme? Kjo rini që ka, si që ka gjitha konditat, do të them, do dalim dhe atje. Kjo rini që ka gjitha konditat, ka gjitha kushtet, ka rrugë të shtruara, ka elektrik, nuk është akoma... Si mungon asgjë, Çdo gjë është me një klik dhe arrin. Ore, po unë dhe 80 që 200 gram e kam pas bukur unë. 200 gram? Për Allah, po. Kurse sot, një bukë shëngele të hedhin të koshi. E kur thuhet, tamam, aftohë se hajmë. Habizëm. Ta hedhim kosh të se të... Ja, është gjëna. Të betom, kjo rini tash i ka të gjitha mundësi të bëj vepra dhe krye vepra të mira. Po i bën? Ka që i bëjnë, ka që se bëjnë fare. Nga në më shumë kandari? Po, ka të që s'bëjnë, ka ndonë kandari më shumë. Cili është mesazhi ti do t'i japësh rinisë? Unë i them që ju lutem nana shumë, se do të më kujtoni kur plakin e vetë, do thonë që vetë se s'bëm ashtu se dhe plaka. Merrni rrugën e drejtë, rrugën e pastër, rrugën e besimit. Dhe pastaj zgjidhni profesionet dhe punoni me ndershmëri, me pastërti, me respekt. 40 vite kam punuar në Spitalin e Zemrës, 40 vite. Ju vetëm në 2012 më kanë dekoruar prapë. Pse? Unë kam dalë në 54%. Pse? Se sjellja e mirë, puna e mirë, respekti i mirë, ai s'vdes kurrë. Nuk vdesin ata. Të përren, më kapin edhe druk mu, djemët e vajzat e atyre që kanë ndekë në dorën time atje.
Në autobus ka qa njërja të kur më digjoj zonë, tha, ku ke punu si plake? Si plake, nëra të ta lulle ti? Po, thërë, mojmë qau, kështë dhe kënonë në dorën time. Edhe unë qaj kërë këvi këtë djallë, si ka qatë ditë që unë ka bu shumë për shumë. Pra njeri ju, sa harron të vjenë. Dhe është mi që të bësh mirë, dhe është mi që të përnosh me ndeshmërime, pas të ti me regull, dhe të arrush edukatën e familjes tënde në mënyrë të përkryer. Sa është gjunaf të mërzishë babën në nanë, është gjunaf të shkatrosh të vetën. Edhe pasë, se kur të të bosh të, kur plakë të bosh rëbë një të, rinia është kryesarja, është baza, e të gjithë të mirave është baza. Plasim drejt, kur jërë një rinjë, të shë, e bëj një punë shumë, të shë, bëj që gjellë, laj bëhen, bëj gjërë të leta, nuk bëj të to. Po përbarat me punë, në lashë me govat në tokë shu, dëmë se s'kishim levatik që gjëra. Unë të shikë jam, ke vajza e tërë kam shku të shirë, se kam qenë këtë ditë kam qenë e smurë shumë, edhe nga marrë, është me kësisa, jo. Edhe burrive të është me kësisa, edhe më parë në morë në të. Pasaj të shkë kishve ime. Vazhdo në mba shpinë të në nuk rritë vajtë? Ja, të shkë kishve ime. Ku ka si shpje jote? Jo, pa, duhet të mbaj qenë dhe në burë tim. Kam respekt për burën tim. Bravo, sa vite ka që ka ndruar jetë burë? 8 vjetë ka që ka ndruar dhe ju betom. Këto 8 vjetë, unë jam me vtek, unë nuk e me gjafë. Respekt dhe dashurinë që t'je burri. Ate, unitetin që t'je burri, të e asë kërkush femës. Mjera femë që nuk din të drojë burrin e vetë, të maj mje burrin e vetë. Pa shazozë, kër dhe në me atë plaku 100 vjetë që zgodzo kush me thonë gjysjare. A që lera tata ka burri për femën, me po femën sot, se të ditë së gjënë të bo. Se mojnë dhe shtë gjëjnë. Shumë keqë. Pse ka degraduar shoqëria kështu? Pse di? Çe i bën njerëzit që t'jenë kaq agresive I ka gjithë njërë dhe ne. I ka gjithë shumë të mirë të ketë njëri, aq më... Po, një dhe dytë pëstaj, si thëme, këtë telefoni, unë e këmuhem në dashnori. Dashnori? Ba. E këmuhem në dashnori se këtë, së dasë në fletë gjumë ke je. Si? Dhe në 2 natë, dhe në 3 natë së rrinë me ate. Aqë dëshnori keqë është. Mi pa të mësojnë dhe të mirë të qia. Lumë kush e përdor për mirë? Tamam. Për dalë ati ku doje ti tani të pjesa politike. Na jep një rezume si e shefti situatën politike në vend dhe është zero. Po shkojmë. Politika shqiptare në Shqipëri është zero. Zoti mort hak në ta.